Thelloi skandali i helmimit masiv të kursantëve në Akademinë e Sigurisë në SAU. Ndërsa 10 studentë përfunduan në spital me simptoma të rënda helmimi, dyshimet tashmë nuk bien vetëm mbi ushqimin e konsumuar, por edhe mbi mënyrën se si po administrohet i gjithë procesi i hetimit institucional. Televizioni Ora News ka publikuar menun e ushqimit që konsumuan studentët e akademisë, e cila përbëhej nga makarona, pilaf, gjellë me patate, tavë me presh dhe mish. Burimet të sigurta brenda AKU konfirmojnë për Ora News se ky institucion po përpiqet i dalë në krah subjektit Sori AL me administratore shtetasen Alma Tafani, kompania përgjegjëse për furnizimin me ushqim. Sipas të njëjtave burime, lëvizjet e fundit të inspektorëve kanë ngritur dyshime serioze për tentativa të mundshme për devijimin e hetimit dhe shmangjen e evidentimit të shkakut të real të helmimit masiv. Burime pranë AKU bën me dije se inspektorët nuk kanë marrë mostrat e ushqimit që kanë konsumuar kursantët e akademisë, por kanë marrë mostrat e produkteve që nuk kanë asnjë lidhje me menun, që dyshohet se shkaktoi helmimin. Konkretisht janë marrë mostra vezësh, djathi, kosi dhe sallami, produkte që nuk rezultojnë të ketë qenë pjesë e ushqimit të servirur për studentët në ditën e incidentit. Ky fakt ka ngritur pikpyetje të forta mbi integritetin e hetimit. Sipas rregullorës në fuqi, mostra e ushqimeve të servirura duhet të ruhet 24 orë pikërisht për raste emergjente si helmimet masive. Në këto kushte lindin dyshime të forta. A i kanë gjetur inspektorët mostrat reale të ushqimit, apo kanë refuzuar t'i marrin ato me urdhër nga lart. Burime jo zyrtare flasin për tensione brenda strukturave të AKU-s, ku inspektorë të caktuar dyshohet se janë vënë nën presion për të mos përfshirë në analizë ushqimin që konsumuan kursantët. Nëse këto dyshime provohen, skandali nuk do të kufizojë vetëm tek helmimi i studentëve, por do të shndrohej në një çështje të rëndë të manipulimit të provave dhe pengimit të hetimit institucional.